pas arrestimit të fundit tani që ndodhi, dul me një deklarat Bashkia Islame e ftoftë. Bashkia Islame, për shembull, kryeministri i Kosovës një pul me thy komen e thirr Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Andaj, në këtë rast është dashur të penalizoj kryeministrin dhe kryeministri i Kosovës të fton Bashkinë Islame në një panel të sigurisë kombëtare, për shkak që kemi të bëjmë me një hetim shumë të thellë dhe mund të ketë pasoja hala më radikale në kuadër të këtij elementi. Pse po këta po thonë që ai nuk ka qenë imam, Yzri Selimi. Po shikoni, kjo është pika parë e hetimit, që po shkojmë drejt një karikule faktikisht e hetimit më të thellë që nuk duhet nshona në element të hetimit për shkak të situacionit që po zhvillohet në kuadër të institucioneve përkatëse të inteligjencës dhe qashjeve të caktuara. Andaj elementi më bazik është që masa dhe populli duhet alarmohet, për shkak se me të vërtetë kemi të bëjmë një element shumë negativ që populli i Kosovës nuk e meriton të kalojë në këtë fazë dhe në këtë klimë ta quajtë një grupi shumë të vogël, po me një epicentër shumë të madhe, me një shtrirje. Këtu kalkulohet me qindra miliona euro investime nga qashjet e shërbimit ushtarak Serbisë dhe instanca tjera të Rusisë, të cilët e kanë gjetë si target elementin Kosovë. A ka fakte për këtë? Po normal që ka fakte edhe po shkojmë drejt një klauzole të arrestimeve të saktuara. Andaj edhe shteti i Kosovës duhet të hetë Bashkinë Islame, duhet të heton Bashkinë Islame, se nuk është turp që në internava shkon pranë institucioneve përkatëse dhe deklarohet me elementin e vet faktikisht se. Unë kam thonë hapta se që 80% të xhamia ndërtuar në Kosovë mas luftën nuk janë pronë e Bashkisë Islame. E pronë e kujt? Pronë e grupeve njerëzve të caktuar, njerëz të infiltruar, njerëz që faktikisht kanë ngrej sekte në çdo xhami ki një sekt caktuar. Është elementi bazik i Bashkisë Islame nuk bën të ja fut gjumë këtë element. Faktikisht është një gjumë i thellë i Bashkisë Islame e cila duhet të ngritet shumë dhe ta ngrit vetdijen e publikut dhe të popullit. Po jo gjithë janë, me lezëm pajtueshte. Jo, faktikisht. Ka dhe gjëllorë të mira? Jo, shiko, unë vetë jo musliman, unë e mbroj me një kulturë të lartë elementin musliman Kosovë, sa i përket elementit tonë, që kemi qenë me një islam normal. Faktikisht, unë jam kundër grupeve radikale të cilat e prekin atë dukuri të një islami normal në Kosovë. Dhe më thonë, lufta speciale që unë e zhvillojnë në qarkorin time dhe në programet të caktuara është që nuk guxojmë ne të bijem prej e grupeve të cilat vinë prej ndonjë konflikte, sepse për shembull ne kemi luftrat në zonat e Azisë, të cilat grupe faktikisht kanë me na fërku edhe Shqipërinë, po njëkohësisht edhe Kosovën, që do të kemi pasoja të caktuara sa i përket sigurisë. Nëse zgabojnë një nga televizionet tona të shtatë, eksperti i sigurisë Bedri Elezi përmend aty ku thotë që Serbia nëpërmjet Vladimir Jaksimovicit, domethënë është mundu gjithmonë me rekrutu njerëz për shërbime radikale apo për radikalizëm në Kosovë. Sa mendoni që Shiko, unë nuk lëshona me emra caktuara, nuk akuzoj asnjëri, po ne ndihmoj me elementit të hetimit faktikisht. Mu më intereson cili shqiptar inkorporohet në atë element negativ. Ne dim rolin e shërbimeve informative të Serbisë, domethënë çfarë mendimi kanë sa i përket komunitetit tonë. Andaj nuk ka asnjë befasi, po unë mendoj që në zhargonin e sigurisë është e ndaluar që të përmenden emra, domethënë emra dhe mbiemrat faktikisht një elementi për shkak që për SB imazhin e hetimit. Dhe në rast se është X personi që përmendet ju, faktikisht jap një konotacion negativ nivelit të hetimit dhe andaj unë jam kundër legalizimit dhe përmendjeve të emrave, në këtë rast kur kemi të bëjmë me çështën në aspekt me Serbinë dhe Kosovën. Domethënë, ne duhet shkojmë në aspektin profesional, të bëjmë goditje operative, dhe pastaj kur prokuroria dhe agjencionet përkatëse të sigurisë arrestojnë X personin, atëherë mund ta shkret opinioni i gjerë që kemi të bëjmë me X personin me emër dhe mbiemër. Këta më a ka mbetje të bias nëpër Kosovë në vende të tjera apo vetëm nëpër? Po shiko, elementin e bias unë e trajtoj pak më ndryshe se komita shoh dhe elementin e ish Jugosllavisë, elementet caktuar si çush kanë qenë shtrirë, faktikisht mund të them që në ish sistemin e Jugosllavisë më pak përfaqësues serb ka pas në ish shërbimin e msheft të quajt Jugosllavisë,
kanë qenë kroatët, slovenët, kanë qenë edhe shqiptarët e Kosovës, njëkohësisht Maqedonët dhe Malazezit. Andaj, në strukturim, ma pak ka pasur në udhëheqjet e sistemit të shërbimit, po pas revokimit të autonomisë të Kosovës, ardhjes së diktatorit Milošević, ka ndru sistemi operativ i BIAS që si target ka pas goditjet e këtyne republikave dhe krajinat të futet luftë dhe një gjë e tillë ka ndodhur, por realisht mbetjet tana herët janë domethënë efektive dhe lexohen. Tani a ka edhe fusha tjera domethënë përveç. Po, shiko tani ju ta bëhemi shembull për shkak të misionit juaj që është edhe show, është tani elementi BIAS me deshifru, është që ju kujtohet goli i Maradonës me dorë që thonë. Po tash le del një Maradoni 2 ta bën njëjtin gol, nuk ka mundësi t'i pranohet ai gol për shkak të një elementi të një kontrolli më të madh. Realisht kemi të bëjmë me një kontroll më rigoros se Serbia gjendet me një handicap më të madh sa i përket elementit të inteligjencës gjeostrategjike ku përkufizohet me Ballkanin. Andaj çaqet mund të ketë individ, mund të ketë elemente të caktuara të BIAS në Kosovë, po elementi që në rastin ne shkojmë me një krim të organizuar ta quaj, një vrasje të ndryshëm në Kosovë, në mënyrë automatike lexohet për shkak se tash ne dim shumë saktë nga vjen elementi dhe çështjet e sigurisë dhe institucionet tona përkatëse janë të vetëdijshëm prej kuj ka ky një element vangesë në Kosovë. Temi më se erdhe, faleminderit shumë që erdhe ndjer. Edhe ti gjithmonë atakon grupet njësh si imami shqiptar dhe atakon gjithmonë grupet radikale si në Kosovë dhe Shqipëri. Dhe gjithmonë sa herë ka ardhur në emisionin tim ka thonë që Kosova si vjen e keqja nga brapa nga Shkupi. Pse? Nuk më thonë bashkë ashtu, më thonë Kosova si vjen nga Shkupi dy gjëra, e mira dhe e keqja. Unë edhe të keqen e përmenda. Për arsye se e mira ishin forcat e NATO-s që fotën nga Shkupi, Kaçanik dhe erdhën në Prishtinë. E vërtet. Dhe si sot më kujtohet e ditun jam fut me nonën e dy vajzave të mia me regjimentin skotlandes në vitin 1999 në Prishtinë Hotel Grand. E tjetra është indoktrinimi dhe shërbimet kanë atë punë, domethënë është çështje informacioni. Mirë po, mu ma shumë puna dhe shpjegimin që e jap të germës të Kuranit, edhe se besimi është diçka shpirtëror dhe tham fjala besim është fjala e Shqipës, pastaj tham që nuk ka germë L në Kuran, ne kur themi Bismillah, nuk themi Bismi Allah. Ne kemi germë L, po në Kuran nuk ka germë L. Ne kemi për shembull edhe loj, por kur i vënojmë edhe një letë tjetër bëhet lloj. Prandaj unë kum pas ballafaqim me këto grupe minjar pas demonstratave të vitit 81, kur i kum ndjek studimet në Universitetin El Azherit në Kairo, nga grupe të caktuara kanë ardhur më vizitu gjoja se Hoxh dhe ato janë njerëz praktik të Islamit